Agroni ishte një buzëqeshje e kthyer në këngë. I këndoi dashurisë, i këndoi rinisë, i këndoi jetës në përgjithësi ose dëshirës për të jetuar. Agroni për mua ishte nga shokët dhe miqtë e mi më të afërt. Nga ato shokët që pothuajse lind që në moshë të hershme, në moshë fëminie, deri në ditët e fundit të jetës. Unë mendoj që më ka pasur mua vajzën e preferuar, motra ime mendojnë që ka pasur atë. Ka qenë shumë i lidhur me të dyja. Një vllai mrekullueshëm do ta quaj unë. Për gjithë dashurinë që na ka dhënë në këto vite, ishte jashtë mase e ëmbël si person shumë i butë, i mirë i dashur dhe shprehte atë, nuk e mbante për vete. Të dashurmiq, ne ndodhemi në Durrës, kemi biseduar me një sër bashkëpunëtorësh dhe kolegë shumë të mirë të kompozitorit Agron Xhunga. Pasi për të do të flasim këtë të mërkur në Pantheon. Na ndiqni në orën 20, jeta profesionale paralel me jetën private të kompozitorit madh. Na ndiqni.